Një ngjarje e rëndë ka tronditur pas ditën e së martës së fshatin Gradec të Gostivarit, ku një 48 vjeçar nga Tetova ka humbur jetën tragjikisht gjatë punimeve ndërtimore në një objekt privat. Rasti ka ngritur shqetësime për sigurinë në vendin e punës, ndërsa autoritetet kanë nisur procedurat për zbardhjen e plotë të rrethanave. Dje rreth orës 17 në stacionin policor të Gallatës është denoncuar se në fshatin Gradec të Gostivarit, gjatë kryerjes së punimeve ndërtimore në një shtëpi private, ka ndërruar jetë IA, 48 vjeç nga Tetova. Sipas denoncimit, gjatë përpjekjes për të zhbllokuar një kapllë të bllokuar të ngritësit metalik, ka ardhur deri tek thyerja një pjese metalike të konstruksionit, e cila e ka goditur IA në pjesën e kokës. Mjeku i ndihmës së shpejtë ka konstatuar vdekjen, ndërsa mbikëqyrje në vendin e ngjarjes kanë kryer prokurori publik dhe ekipi i Departamentit të Punëve të Brendshme në Gostivar. Me urdhër të prokurorit, trupi është dërguar për obduksion, thuhet në njoftimin e policisë. Rrethanat e kësaj tragjedie mbeten objekt hetimi, ndërsa institucionet pritet të sqarojnë nëse janë respektuar standardet e sigurisë gjatë punimeve. Ngjarja rikthen në vëmendje nevojën për masa më të rrepta mbrojtëse në sferën e ndërtimtarisë, me qëllim të parandalimit të rasteve të tilla fatale në të ardhmen.